Masa e vetëpunësimit ka shënuar rekord me 6.045 aplikime të dorëzuara, që është provë se qytetarët kanë dëshirë, njohuri dhe besimin për të ndërtuar biznesin e tyre, tha kryeministri Kristian Mickoski. Për shkak të interesit të madh, Ministria e Ekonomisë dhe Punës së bashku me Agjencinë e Punësimit i propozuan qeverisë një rishikim të planit, i cili siguroi 300 milion denar shtesë, prej të cilave 161 milion nga ribalanci, në mënyrë që asnjë sipërmarrës potencial të mos mbetet pa shans. Се прераспределија дополнителни 300 милиони денари. Со тоа се додадува уште 161 милион денари обезбедени преку ребалансот на буџетот, само со една цел, ниту еден потенцијален предприемач да не остане без шанса. Ова мерка е истовремено и силен инструмент во нашата стратешка борба против невработеноста. Nga 6.045 aplikime, 3.296 janë nga të rinj nën moshën 29 vjeç, gjë që është veçanërisht pozitive, vlerëson Ministri i Ekonomisë Besar Durmishi. Ndihma financiare është rritur ndjeshëm, 7.000 euro për personat mbi 29 vjeç dhe 10.000 euro për të rinjt nën 29 vjeç. Како второ се прави ова селекција, второто се гледа кој вид на работата ќе ја завршат. Например, ако е производство, ќе има предност од другите видови или другите дејности на работата. Ќе има тие предност ако го споредиме со трговија, да речеме. Drejtori i Agjencisë për Punësim thotë se përveç ndihmës financiare ofrohet edhe ndihmë profesionale, mentorim dhe udhëzime për drejtimin me sukses të biznesit. Për vitin 2025 ne gjithashtu mundësuam bashkimin e 2 përfituesve në shoqat me përgjegjësi të kufizuar dhe mbështetja financiare arrin deri në 20.000 euro. Për planin operativ të këtij viti janë ndarë 40 milion euro, që është 7.5 milion euro më shumë se vitin e kaluar. Këto fonde pritet të mbulojnë 16.507 persona, ndërkaq për startupet, nëse nuk arrin ta mbajnë biznesin që hapin për 2 vite ose vendosin ta ndërpresin marrëveshjen, vitin e parë duhet të kthejnë 80% të mjeteve, ndërsa në vitin e dytë 60%.